أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، gjitha falënderimet, lavdërimet, adhurimet i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Vetëm atë azza wa jalla falenderojmë dhe vetëm prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë dhe e pranojmë se nuk ka zot që meriton të adhurohet përveç Allahut subhanahu wa taala, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, dhe është vetëm një krijesë që Allahu te bareke wa taala na boni kusht që ta ndjekim këtë krijesë nëse dojna më kon të shpëtojmë nesër ditën e Kiametit. Allahu na bon për ty ya Rabbi. Salavat dhe selamet qofshin mbi këtë njerit bekum sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi të gjithë shokët e tij ridwanullahu alaihim wardahum jamian, dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan dhe e pasojnë këtë rrugë deri në Kiamet. Allahu na bëj për kësaj grupi ya Rabbi. E vetmja grup që do të shpëton është kjo. Elusme Allahu na bëj për kësaj grupi ya Rabbil alamin. Allahumma amin, amin, amin. Pastaj vëllezër musliman, edhe son të me lejnë Allah subhanahu taala do të vazhdojmë aty ku kena mbet me derset tona javore. Gjithsesi kemë rritë dersi i 5 me radhë. Tema që do të trajtohet me lejnë Allah subhanahu taala është dashuria dhe urrejtja në Islam. Në veçanti kushtet e fjalës la ilaha illa Allah. Dhe dersën e kaluam i kem përmend dy, sot i kem dy tjera me lejnë Allah subhanahu taala. Pse bashkë kështu? Dietarët kanë thonë për ta kuptuar dashurinë dhe urrejtjen e Islam, se çfarë pozite ka dush me njoft mirë Allahun subhanahu wa taala. Pa njoft Allahun mirë, ti s'ke me ditë pse më i dhnu, as pse më dosh dikan, as ndoshta pa ndoshta hiç ti s'ke me ditë as pse jeton. Për çfarë qëllimit je ekziston. Pa njoft Allahun nuk ka mundësi me dal në çesh kësaj teme absolut. Kërkosh. Andaj shumë herë njerëzit që përzin, herë rrin me qafira, rrin me munafik, rrin me i dojnë ma shumë, i dojnë filan futbollistin, e filan këngëtarin, e filan partioshin, e filan ata, e filan, kiti përzin. Kur ta vështina, po thëtë se Allah është zot më i madh, s'ka zot tjetër për vështina. Kur ta këshështina, tash na kanë përzi pak, se tash në ballë disa prej mjekrrushve. Këtë tematikë që Allah na rujt. Pse? Kjo është defekti në akide që e kanë të fjala la ilaha illa Allah. Duke mos e ditë rëndësinë e kësaj fjale, duke mos i ditë kushtet e kësaj fjale se çka ka pranu, ai me dëmas ka me lshupe. Nga se nuk është i njohur hiç për këtë mesele. E na lutem Allah në azza wa jall se në rrugë të parë na bën sinqert, ya Rabbi, do të na shton diturinë se s'kem dobi për sajna edhe në këtë dunjë, po edhe në ditën e Kiametit, ya Rabbi. Tema e sontit janë kushtet e fjalës la ilaha illallah, pjesa e dytë. Ato janë dy kushtet që do të folim për sont me lejnë Allah subhanahu taala. E para, apo shkojmë me radhazi, e treta me radhë është el qabul. El qabul është me pranu. Çka me pranu? Mi thonë njerit zoti kabul, apo? Po sa është ajo vëllazi? Mytën të thonë njerëz zoti kabul kur të folën zoti kabul agjerimin. Ja më se s'ka të bëj me ata. Aja çka ka të bëj kjo fjalë e ka kusht me pranu. Çka me pranu? Me pranu çdo sen çka ka ardh kjo fjalë ti me çun vën. Qofshin ato prej halallëve, qofshin ato prej haramëve. Nëse kjo fjalë ndalën diçka, e që çorës është pa ndalu, nga se fillimi i kësaj fjale la ilaha është me ndalu. Çka me ndalu? Nuk ekziston
Zot që meriton adhurimin, hiç. Do të më përmbajt në kësajnë. Nëse se pranojmë këta, kushtin e tretë, atëherë bere vetë të mos, te halal në Islam s'ke hi. E çka me çdo kusht na do të mi ditë këto gjona për me arrit deri te kuptimi i drejtë i fjalës më të mirë që ekziston, fjala la ilaha illallah. Allahu subhanahu wa taala shumë herë në Kur'an i trajton dy grupe të njerëzve. Grupën e parë e trajton ata të cilët janë besimtarë dhe kanë bindë Allah dhe në nështruan urdhrat e tij, në nështruan pejgamberit e tij alayhis salatu wassalam, dhe këta janë banorë të xhennetit, thënë që Allah ka përgatitur fole, këta janë që Allah subhanahu wa taala ka më zbulu perdën e tij në të ndarshme nesër në xhennet, Allah na bëj pse grupe. Dhe grupa e dytë janë ata të cilët janë banorë zjarrit të xhehenamit, ata të cilët i përgënjeshtrojnë fjalën e Allahut, i përgënjeshtrojnë fjalën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, i përgënjeshtrojnë çdo send çka është prej dinit të Allahut, qoftë edhe me zemrat e tyre, nga se kemi thonë dhe kemi shpjeguar se besimi te ehli sunnetit është me besu me zemër, imani me besu me zemër, me shqiptu me gjuhë, edhe me vepru me gjymtyr, edhe me zemër, pasha Allah, nëse e orrin diçka për dinit të Allahut, i mjerët e, hece. Veç me zemër, pse janë veprat qalbie, ato janë veprat që rrjedhin prej zemrës sot, të mundesh me thonë gjatë ditën e du Allahut. Gjatë ditën ka plot njerëz që thonë Allah dikush më masha Allahun unë e mës. Kemi një edhe ksillafe. Jo pse s'është nxjerr Allahu ti me nxjerr hakin e Allahut, hiç. Mos u lodh për këtë farë këtë temë. Ti këshir nxjerr hakin tan, pshtoj zjarri i xhehenamit, mësoj mi këtë fjalë la ilaha illallah çka është. Nga se Allah subhanahu wa taala ka pru kushte. Kushta që du Allahun, e që kemi plot njerëz që thonë dojmë Allahun. Allahu ka thonë qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Thuaj o Muhammed, nëse ju thoni që na e dojmë Allahun, atëherë ndjekni e pejgamberin. E jeni pas meje, në nështron me mua, ka thonë kështu. Fjala e Allahut. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Nëse na e plotësojmë këtë kusht, e dojmë sunetin pejgamberit Allahut alayhis salam, e veprojmë ata, Allah subhanahu wa taala ka thonë, atëherë unë i du këta. Këta e japin këtë dashni, aleikum selam rahmatullah. Ta japin këtë shenjë që ne dojnë Allah nëpërmjet praktikimit këtij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë dini se Allah ju dën edhe juve. Për çka? Për hatër dashnisë ndaj pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. E çka do të me bëj, do të me pranu gjithçka që ka ardhur. Ka e dim këtë ata se nuk ka njerëz që zgabojnë, që s'bojnë gjinohen. Mi po kthimi ju do të me dojë mos më konë Kur'an në sunnet. Kur të dikush ndalë se që kjo nuk është sipas sunnetit, a ndolë vetën, apo të jo se mu së më interesan Allah. Na këto dim edhe ndryshe. Allahu na rujt. Kjo është këtë dalalet o lazi. Pse? Besimtari vërtet dhe i sinqert është njeri për atyre që i pranon këtë çështjet e fesë. Parimisht na him fe, edhe kena him fe e kanë pranuar gjithçka. Qa është e fesë, është e junja. Alhamdulillah, Allah na forcoi këtë Rabbi. Me për që tash ka mundësi i bëjmë një gjina. Okej, te bën një gjina. Për që ato në sheriati e bën gjinojnë, ose të prejt dëra, ose të prejt kryt, ose rrehesh, ose ka diçka që ta fshinat gjina me lejnë Allah subhanahu wa taala. Mirë po, aja çka është ma e rona, është kur njerëzit e din fjalën e Allahut, e din fjalën e pejgamberit alayhis salam dhe e shkelin ata. E kjo është shumë e rëndë. Allah subhanahu wa taala na ruaj ya Rabbi për kësaj gjendje. Thot Allah subhanahu wa taala wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin. Kështu thot ne o Muhammed alayhis salam e dërguam pejgambert edhe para teje. Nuk të kena dërgu ty e sefte o Muhammed alayhis salam. Se kena qu pejgamber edhe para teje në për vend banimet ndryshme.
Dhe ata javë kanë tërheq vrejtën, i kanë paralajmëru popullin e vetë, secili pi pejgamberëve. 124.000 pejgamber, këtë për këtë punë kanë ardhur. Çka që ti thuaj njerëz adhurojnë Allah dhe largojnë tagutët. Është urdhër i prem për Allah subhanahu wa taala. Illa qala mutrafuha, përpos se disa prej atyne që janë llogarit si më të mëshëm, edhe që janë konë si man kryet atyne farë vendeve që janë konë të pasurit e tyne, që kanë thonë, inna wajadna aba'ana ala ummetin wa inna ala atharihim muqtadun. Ata kanë thonë, na me të vërtet do të pasojmë, do t'ju nënshtrohemi fejes baballarëve tonë. Fejes baballarëve tonë nuk do t'ju nënshtrohemi juve që keni ardhur me këtë thirrje, me këtë paralajmërim. Kujna, këta kanë thonë këtë pejgamberëve. Ju kanë ndodhur njëti san. Një qysh i kanë ndodhur dërgumit tonë, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thot Allah subhanahu wa taala në ajetin tjetër, qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum. I ka thonë pejgamber, awalau ji'tukum bi ahda, atë ju tregaju nëse kom ardhur me një udhëzim shumë më të mirë se sa ata që i keni gjetë ju baballarët e ju. E kam një fe shumë më të mirë se sa ajo fe e baballarëve të ju. Dhe ajo është fe, është dini Allah subhanahu wa taala. Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Ata thojnë me të vërtet në ata të çka ti të paralajmëruar na jem qafira vetë. Çka jem pa besimtar vetë në ata që i të thonë ti. Kështu i kanë thonë dërgumit Allahut alayhi salatu wassalam, në i mohojmë. E sot kur të vjet që është e mi thonë qafira, e kanë zbut pa. Çka po thonë ata valla. Edhe ata ose ato. Ata. Po thuaj kafir se Allah ka thujë. Mos i mshef termët. Kul ya ayyuhal kafirun. Thuaj ju po besimtar, la a'budu ma ta'budun. Nuk adhurojnë ata që adhurojnë ju. Ose nëse te adhuron ata që adhurojnë ata, thuaj za qafirat, atëherë dhe ti del ka ata pro. Allah e ka thujë qafira. Çka po do me thujë tonë ti? Me zbut. Plesh që në konë fetar Allah pas më shruaj arabe kanë thonë qyfar. Diqysh pak si për më do këtë halëm ma ashpër. Pse po pi dashnis që i kanë pasë, vëllazë këtë fej vallahi që i kanë rujt, i kanë përdor këtë temë. Inil hukma illa lillah. Inil hukma illa lillah. Nuk i takon me vendos ligje kërkojnë përveç Allahut. Kur ta këshish plokën që ka thonë këtë, pasha Allah, s'ka ditë shkrem dhe lexet. Ama e ka ditë dinin e Allahut se e ka mësu me zamër dhe e ka praktiku. Allahu na forcoft ke ya Rabbi. Fantaqamna minhum, pastaj thot Allah subhanahu wa taala, na i kapim këta me një dënim. Ka qafira për gënjeshtart e dinit Allah subhanahu wa taala, i kapim me një dënim tashpër. Fanzur kayfa kana aqibatu al-mukaththibin. E jo hecni këshirnin, shko, del këshirë Allah, lexo pak studia, pak këshirë, pak çështjet, çka i ka gjetë ata që i kanë përgënjeshtruar dinin e Allahut. Çfarë dënime, çfarë përfundimi ka që ka ardhur atyne? Hec edhe merr mësim, merr ibret. Mos u bën ti sikur ata. Thumma nunajji rusulana walladhina amanu. Pastaj thot Allah subhanahu wa taala, na do të shpëtojmë pejgamberët tonë. Do të shpëtojmë pejgamberët tonë. Edhe ata të cilët i kanë besu pejgamberët. Këta janë besimtarët musliman. Allahu na bën për ty në Arabe. Kedhalika haqqan alejna, dhe thot këta ja kena bën hak vetit. Çka? Ja kena bën detyr vetes. Thot Allah subhanahu wa taala, me një fjalë Allah e ka obligu veten e tina, te bareke ve taala, çish i takon atina me obligu. Çfarë premtimi ka këto për musliman? Thot që nun gjil mu'minin, do të jem për atyre që kena me shpëtu këtë besimtarët. Për çka o vëllazi? Pse gjatë kjo premtim për Allahut? Inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Me të vërtetë Allah kur premtimin e tij na se thën. Pse dha Allah këtë premtim? Për hatër fjalës la ilaha illa Allah.
kur na e plotësojmë kushtet, kur na veprojmë me këtë fjalë, qoftë në lejesa ose qoftë në ndalesa. Thot Allah subhanahu wa taala: "Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiru." Me të vërtet ata është fjolla për qafirat. Ata ishin për atyre që kur ju thej këtë dikush thuni më la ilaha illa Allah. Hajde më e besojmë se nuk meriton më adhuru kërkosh përveç Allahut subhanahu wa taala. Hajde se këto është shpëtimi, këto është ai lezeti që kena me një ditën e Kiametit, këto është takimi jonë me Allahun që mendjes që sprit besimtarë me taku Allahun. Hajde se këto janë këtë mirësitë e Allahut që do të derdhen nesër në ditën e Kiametit. 100 mirësi, 100 rahmete janë të Allah subhanahu wa taala njëve që ka zbrit këtë dunjo. Ka thonë alayhi salatu wassalam, ditën e Kiametit Allah do ta merrë edhe mirësinë e kësaj dunjo që është veç një, do t'ja bashkangjet 99 mirësive atje në ditën e Kiametit dhe këtë janë ankas veç për besimtarët. E kur ju thuhet këtë hajde thuni la ilaha illallah. Hajde adhurojmë Allahun, mos ta adhurojmë dikën tjetër. Hajde gjykojmë me ligjet e Allahut, mos gjykojmë me ligjet e taguta. Ja domi dobia, ja kështu të i pështil meselët. Yastakbirun, ata bon mendje mëdhaj. Ai na lot me këtë temë. Hala keni met jo në temën gjykimin me ligjet e Allahut. Thuhet që këta kanë përfunduar, kanë marrë vulën prej Allahut, se këto është vula, jo keni dhënë tesën Allah. Keni kalu, jo që tash bani çka të dani. Ndërsa po harrojnë këtë se Allah subhanahu wa taala për këtë qëllim ka zbrit Kur'anin, për këtë qëllim me zhduk kufrin dhe shirkun, me zhduk tagutat, e ka zbrit Kur'anin dhe e ka dërgu pejgamberin Muhammed alayhi salatu wasalam. Por ka dhënë jetën sahabit të vëllazëri. Se kështu me ti tregu dën ngjarjet sahabive, po din shumë mirë më ne shpjegu. E që ato që pi tregojnë vetë Allahile, për ka banë në gjihad ata? Për me gjyku me ligjet tagutit ta. Për me gjyku me ligjet lek dugaxhinit ta, të ati të malkumi. Për shka e banë në vëllazëri, për shka, cila është ajo përgjigje. Nëse merë dikosh në pjesë në një ligjerat për ty në ezet, i kanë në fund veç bën me apo që të pyte me thona, bën me dit, pse pas kanë ra këta shahida? Pse i dërgu me Allah të i qujti shahida në Bedr? Pse i dërgu me Allah të i qujti shahida në Uhud? Për çfarë sebepi? Për pas që luftun që fjale Allah të më kom me lartë. Gjykimet më bom me ligjet e Allah subhanahu shariatin e Allah subhanahu Kur'an dhe Sunnet. Asnjë sen tjetër se kanë bo, pra asnjë sen tjetër se kanë bo. Andaj përmenën. Radhiyallahu anhum wardahum. Allah në bëhë sinqert, ja Rabbi. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun. E disa për ty në qënë dhe thojnë, për ty në farë drejshiv, qësh i kanë thonë pejgamberit alayhi salatu wassalam, kur kanë thonë thuni be la ilaha illallah, ka thonë ja se tash na milon kejt zotat ton për një njeri, për një poet i cili është i çmendur. Për një poet i cili është i çmendur milon këtë zotat tona. Kjo është dini i tyne. Ndërsa dini e Allahut për ata që është i sinqert, nuk është kështu vëllazëri. Kur ti thuash dikojna që ka iman sinqerisht në Allahun subhanahu taala, e ka imanin që duhet. Kur t'ja tregojsh një meselë që e ka pas gabim, me argumente që ati të tregon ato meselë, ai me dojmos ka më gëzu në radhë por që ndëgjaj dhe mësaj gabimin e tina. Në radhë në dytë, më njerë ka më të azonë për të mirë ata që ka teja këtë rejkë vrejten. E ju më të nënçmu, ju më të përgënjështru. Kjo është kushti i tretë el-qabul, me pranun gjithë shka për kësaj fjale la ilaha illallah. Kushti i katërt, el-inqiyad, është në nështrimi. Më nështru fjallës la ilaha illallah. Ata që ka ndalën kja fjallë, më ndalu edhe më nështru. Ata që ka leja dhe që ka obligan, me qunë në ven amanetin. Kja është në nëshem, në rodhëpor.
thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu la, kthehuni të gjithë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Shkoni ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa aslimu la, edhe në nështrënja atina. Fjala musliman është el-istislam lillah, është me ju dërzu Allahu subhanahu wa ta'ala. Çka me ju dërzu? Me ju dërzu në gjitha çështjet që Allahu ka ndalu me largu, me hek dorë pisajna. Edhe nëse bën gjina dhe ki me bën gjina dhe unë edhe te dhe këtë kena me bën gjinoa, më tordh keq që i të i bën gjina Allahu subhanahu wa ta'ala, nga se kjo është shenjë e asajna që Allahu të kalon hala iman në zemrën tonë. Edhe çka me vepru, wa aslimule, mu pendu të Allahu subhanahu wa ta'ala në rrodh, por janë çështjet e shirkut dhe të kufrit, pa diskutueshme është kjo. Nuk ka mesele që e ka përcajnë ta që i del për para, vëllazë. Nuk ka mesele që i del kësajna për para. Wa aslimule, çka pranar në Islami dhe heni në Islam dërzanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk hen në Islam ai i cili veç e thot la ilaha illallah dhe kry ma vete hini në Islam. Tash do të më këshyr se na dim që kjo është çelësi për me hinë në Islam. E dim që është hapi i parë për me hinë në Islam. Edhe këta e dina, alhamdulillah. Mi, por nuk do me thomë se tha la ilaha illallah, kë u bitis më u garantu Allah me xhenet. Që tash a folët, as folët, a gjikon me ligjet tagut, ama nuk gjikon ato, nuk çojnë pesh ato. Ky erifi ka thonë la ilaha illallah, kry muhabeti. Kjo është e grupet e devijuar. Kur thosh la ilaha illallah, ai të di çka do thonë. Kthejo, shikoj mirë se çka je duke pranu. Kur të kthehesh, ta analizosh mirë, të këshësh argumente shariatike, ta bendesh veten, pasha Allah, nuk ka mundësi dikush me thonë këtë fjalë ç'ish duhet me thonë pe zemrës, që ka kuptuar sinqerisht, edhe me pranu diçka klloda me ngjit kësaj fjale vëllazë. S'ka mundësi me ndodhe. Thot Allah subhanahu wa ta'ala, min qabli an ya'tiyakumul adhabu thumma la tunsarun. Dërzënja Allah subhanahu wa ta'ala, para se sot vjen dënimi Allah subhanahu wa ta'ala, thumma la tunsarun, dhe pastaj s'keni me mujt me gjetë ndihmëtar kërkan heq. Kush është ai që i del Allahut përpara? Cila është ajo superfuqi botërore? Çfarë do armën e të prodhojnë? Cila është ajo superfuqi botërore që i del dënimit Allahut përpara dhe ndalon dënimin? A ndalin vërshimet atje ku i kopi? A ndalin ndrëdhmet e tokës? A ndalin vëllazë zjarret? S'ka mundësi, janë ushtrit Allahut, se një del aty në përpara, kërkush. Pse? Allahu po thotë, nëse do me shpëtu për kësajna, që ne im të fort për këtë dënjo, çka me po ditës kiametit? Kush është ai që na garanton neve ditën e kiametit? Ti, hajde me mua se unë ty të garantoj nesa me një fjalë, te ki të garantu me xhenetin e rresh lirë. S'ka asnjë përpas Allah që garanton. Kush janë këta? Që e përmendëm ajetin, ata të cilët i nënshtruan Allahu subhanahu wa ta'ala, që kanë në shariatin e tij, Kur'an dhe Sunnet. Allahu na bën prej kësaj grupi ya Rabbi. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Kush ka fe më të mirë? Kush ka fe më të mirë, ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala? Kush është ai që posedon fe më të mirë se sa ai i cili është dorëzu me ftyrën e tina Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa huwa muhsin, edhe ai bën vepra të mira. Çfarë është vepra e mirë? Vepra e mirë është çdo sen çka Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë në Kur'an, vepra e mirë dhe ka leju me vepru. Çdo sen që dërguar me Allahu të ka përmend hadith, vepra e mirë dhe ka leju me vepru. Që kanë vepruar sahabit radhiyallahu anhum për gjeneratat e orta. Çerat çdo sen që është kundra tyne është dalalet, është humbi, është zjarri i xhehenamit. Allahu na ruaj ya Rabbi. Wa huwa muhsin, ai nolët me vepru mirë, ai është vepër mirë, është bëmirs. Çfarë është bëmirsi? Kur e pyeti Xhibrili alayhis salam dërgumin, tha ma huwa al-ihsan? Çfarë është bëmirsia? Al-ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Tha i dërguar me Allahu alayhis salam,
Çka është bamirësi? Me vepru mirë çka është? Me adhuru Allahun sikur se i duke po. Edhe pse ti se shef Allahun, Allahu të shef tyje. Në çdo vepër pasha Allahun merr këtë rregull të bamirësisë. Në çdo vepër shtene, vallahi ki me dal me para Allah subhanahu wa taala me vepra të mëdha, edhe inshallah këtë pranuar me këtë më kohë. Për çka e bën çat vepër? Qoftë namazin, qoftë zakatin, qoftë xhihadin, qoftë ata, o më të vogël vepër, që është me hekni një pengesë për rrugës. Pse e bën Allah? Fali vetet vazhdimisht. Pse? Duke i fol vetet e pastron veten tonë. Pse i të bën? Ka plot pillazive, e pin dohonin, e lon e pin, e lon e ngjat e pi. A bën me fol pak me veten o vllai dashur, pse i të lon këtë dohan, mos porë. Nuk është për hir të Allahut që e lën. Fali vetet. Kur ta lësh për hir të Allahut, vitisat më vetem. E lën as si kthesh. Mirë po, shejtani vazhdimisht ka më tentu me ta prish ato çka është për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pse ai çatë ka synimin, më ta ardhzu. Thot Allah subhanahu wa taala, "Wa ma yuslim wajhahu ila Allah." E sa i përket atina që me ftyrën e tina ju ka dërzu Allahu subhanahu wa taala, "Wa huwa muhsinun." Dhe ai vepron vepra të mira që janë pajtim me Kur'anin dhe Sunnetin, faqad istamsaka bil urwati al wuthqa, që është kapur në litar i cili nuk kputet. Kjo është litar i cili s'kputet. Nga se i vetmi litar që s'kputet është litari i Allahut subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kapni të gjithë jo për litarin e Allahut. Litari i Allahut, dietar këtë janë pajtimit se litari i Allahut është Kur'ani dhe Sunneti. Nuk ekziston rrugë tjetër. Rruga e tretë nuk ekziston. Janë dy, Kur'ani dhe Sunet e para, edhe rruga e iblisit. Andaj do të më kthy Allah subhanahu wa taala. Ka thonë i dërguar me Allahu alayhi salatu wasalam hadith, dhe ky hadith gjinet e hadithet 40 hadithet e Imam Nevevijut rahimahullah. Askush nuk ka besu derisa nuk do të dëshiroj që ta pasoj ata çka jam ardh. Askush s'është besimtar përderisa nuk e dën me gjyku me ata që më ka ardhur dhe unë jam ardhur me ta, ajo është Kur'ani, është shariati e Allahut subhanahu wa taala. Disa dietarë thënë hadith është i mirë, disa thënë është i vërtetë, është i saktë. Thot Allah subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun." Pasha Zotin tan. O Muhammed, keni parasysh Allah është betuar në vetveten e tina? Allah subhanahu wa taala është betuar në vetveten e tij. Pse? Fala wa rabbika la yu'minun. Pasha Zotin tan, o Muhammed, ata nuk janë besimtar. Kush janë besimtar, o Allah? Kjo fjalë e Allahut. Nuk ka lënë në vend Allahu këtë me shtim mendime të hiç njerëzve. Është direkt të zbritur për Allah subhanahu wa taala. Hatta derisa, çka? Yuhakkimuka fima shajara bainahum. Derisa nuk të marrin problemet e tyne, çështjet e tyne, ty e përgjykatës Muhammed. Hajde një çështje, një problem, një diçka, po mëre, kthejmë në atë problem, e kemi zgjidhën. Ku veç a dojna më zgjidh? Farudduhu ila Allahi wa Rasuli. Kthejnë çështën te Allah dhe i dërguar me tij alayhi salatu wasalam. Pas vdekjes së Resulullah alayhi salatu wasalam, kthejnë çështën te Allah gjithmonë se Allah është i gjallë dhe s'vdes. Dhe është Kur'ani dhe i dërguar me tij është për qëllim pas vdekjes së Resulullah alayhi salatu wasalam, është për qëllim sunneti i tij. In kuntum tu'minuna billah, nëse jeni për atyre që besoni Allahun, edhe këtu Allahu pas ka pru kusht. E këtu po thot fela wa rabbika la yu'minun, pasha Zotin tan ata se besimtar, për çka derisa ty të marrin gjykat. Në çdo mesele. Veç e ka të marr gjykat sa më pranon me thonë krya, jo s'ka kështu. Jo ka vazhdon fjala e Allahut hala. Pse Allah e ka zbrit shumë në mënyrë precize. Dhe ka thonë te barek taala thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Pas gjykimit tënd mos të nin as pak kënaqësi. Editort e Ehli Sunnetit thonë pak kënaqësi veç në zemër me ni,
Pa kënaqësi vetëm në zemrën, jo me shpreh ata me gjymtyr e me shpreh me gjuhë. Po veç në zemër që kjo është këtë vepër e mshef diçka. Të na llogaritesh hala musliman se na sedim shaki në zemër. Amo llogaritë vetën se cilla një vetën e vet. Ti që shi të llogarit këtë gjykim të Resulullohit alayhi salatu wasalam. Nëse je i kënaq edhe kur është kundra teje, mysh dhe për imanin tan. Nëse si je i kënaq, bëre vetë të mos se s'ka iman në zemër. Ka hec. Thot Allah subhanahu wa taala ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Pastaj thot këta obligohen leçi me pranon gjykimin e Resulullohit alayhi salatu wasalam. Leçi zgoxan hiç me pas atë një farë mos pajtimi ose një farë kundërshtimi ndaj gjykimit të Resulullohit alayhi salatu wasalam ose ndaj sunetit tina. Me po yusallimu taslima. Në kjo është pika. Kjo është çështja mbi turp që është e fundit dhe është plotësimi i gjithçkaje. Çka wa yusallimu taslima. Yusallimu taslima i bie më ju në nështru me në nështrem të plot Resulullohit alayhi salatu wasalam. Në ta çka e cekëm në çdo hutbë kuptimin e fjalës ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhamedi është i dërguar me Allahut, që ka shkurt alayhi salatu wasalam. Jo dhem goja me që salavat në bita ose ovësë largani këto sane, ikni pipi shkrime ma mi mëse shkruj heq kur ta përmensh i dërgu me Allahut thuj vetë me vete ose thuj alayhi salatu wasalam mëse shkruj opi kësë vëllazi mëse shkruj se ajte dit veten që i të full për krijesën më të mirë. E Allah subhanahu wa taala po thotë wa yusallimu taslima. Besimtarët e sinqert janë ata që janë nështruar me në nështrim të plot dërgumit të tij sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu në bëj prej sa grupi ya Rabbi. Kjo që pika e 4 apo kushti i 4 i fjalës la ilaha illa Allah e cila ka el inqiyad është në nështrimi. Është në nështrimi. Allahu në bëj me nështru fjalës tina ja Rabbi, ashtu që shë lypaj. E lusë me Allah në zogjel të në fërnizan në këtë ditëri të islamit, me ditëri e cilla kem dobi prisane ja Rabbi l'alamin. E lusë me Allah në zogjel në fërcan këtë fej. Qësh i fërcaj rabët e tina prej pejgamberëve, e qësh i fërcaj rabët e tina prej atyne që ishin shuk pejgamberëve, alejhimu selam gjemian. الله نفر سوت النيفذ يا ربي وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. على داود رب العرش صلى ووفاه الجزى رب قدير.